Kemi mbritur në këtë P2 pjesë të dytë e emisionit, në këtë faqe YouTube që ju mund të ndiqni, jam falë, ky është episodi 1035 dhe zotërinj sonte, jam Ilir Kullën, jemi live. Kjo është faqe e YouTube-it ku ju mund të shikoni emisionin live, por dhe gjatë gjithë kohës mbrapa, kur ky emision të mbaroj, e keni në YouTube të ndara me pjesë për qefin tuaj. Sa kjo kutia këtu, ja ku është, opa, ira prapa jo Kullës. Që ti bëjmë? S'ka që lere Kulla, mos nga të më fare. Kjo kutia këtu mund të bëni një login, më fa një skanim, një login dhe të bëni pyetje për Kullën. Dakord? Plasit fabula e dytë në ekran, Ledjo. Kulla shpejt e shpejt, sepse nuk kemi shumë kohë, Trump i hap rrugën Vjosa Osmanit, Vjosa Osmani është prezidenti e Kosovës, për gjithë ju se dini, për mandatin e dytë. Çfarë folën, ja, kemi dhe videon. Vjosa Osmani një njeri shumë i shkathët, dhe më thënë, se si o fuste si kaloj ati e kapi, jo të këj moment, kapi një moment tjetër, kaloj të gjithë e para, pa vajti i foli e kështu. Ç'do më thënë kjo për Kosovën e para Kulla dhe për Vjosën e dyta? Shiko, për Kosovën të ulet në atë tavolinë shumë rëndësishme, sidomos këtë moment. Edhe në krahët Trumpit. Po, ka kaluar... Me në krahët, ja unë të gjithë. Ka kaluar, shiko, edhe shtëngimi dorës mënyra se se... Po, po, qëti e madhe. Ka kaluar, ishte gjithmonë në afër Trumpit. Ka kaluar një vit, madje nëse të kujtohet 2 vjet kur erdhi Trumpi në pushtet në Kosovë, njerëzit ishin shumë të shqetësuar për shkak të lidhjeve me lobist të qeverisë serbisë me njerëz afër Trumpit. Madje Vučići, nëse të kujtohet, shkoi të takonte në Mar-a-Lago dhe ata e përzun vjet. Thënë, ikse po të fusim dhe ne i arrestim, domethënë. Edhe meraku ka qenë shumë i madh që në kohën e Trumpit Serbia mund të riforcojë etj. Po ndodhi komplet e kundërta dhe për këtë një merit veçantë ka Vjosa Osmani edhe në mënyrë se si ajo ka relacionuar në këtë gjë, dhe Trumpi është nga ata njerëz si bashkënim, po Vjosa ka një të kaluar në Amerikë, kështu që e njeh atë. Ç'të kaluar ka? Ka studiuar, mos ka bëjë 2 vjet. Po. Edhe ishte e vetëmja femër aty në atë bordin, edhe për Kosovën është shumë e rëndësishme, po për Vjosën është akoma më e rëndësishme sepse është pikërisht 2 muaj para se të zgjidhet presidenti i Kosovë, e aq më tepër në kushte që nuk janë vota. Dhe unë mendoj që kjo gjë do ta detyrojë partinë nga Vjen Vjosa LDK, që të bëj bashkë votat me Kurtin edhe të japi Vjosës mandatin e dytë, pasi nuk ka për të pas më rast ku Trumpi personalisht, presidenti i Amerikës, të ketë një marrëdhënie personale me një politikan Kosovë, si ajo që ka. Mund nxjisë xhelozi tek Albini, por Albini është aq i mençur se ta anashkaloj këtë gjë dhe të shohim më larg, sepse gjithsesi ai është kryeminist, do jetë njeriu që do ketë pushtetin. Edhe pra ti thua i hapet, pra ti thua i rriten shanset Vjosën që të ka mandat. Mendoj që kjo ngjarje, ky takim, kjo pjesëmarrje ashtu i hap rrugën për mandatin e dytë të Vjosës. Vetëm se një gjë ishte e çuditshme Kulla kur ajo nuk i ka pikët për të bërë, sot është politikisht është e mbaruar. Po atëherë si? Po sepse LDK-ja, partia nga ajo vjen, e cila doli shumë dobët nga këto zgjedhje, për t'u rikthyer dhe për t'u futur në rrugën e pushtetit dhe për t'u rikthyer legitimitetit ndërkombëtar politik, se izolimi e çoi në gati në zhdukje, do t'i hapi rrugën Vjosa Osmanit për një mandat dytë si president, në mënyrë që ata të futen qeveri dhe të rikthejnë forcën, pjesërisht forcën që kanë pas dikur. Kulla, ke vënë që kur erdhi Trumpi në pushtet, ti parasysh që njeriu më i votuar në LDK, përveç kryetarit që e mori atë, ishte djali Ibrahim Rrugovës, ka marrë 50.000 vota. Qartë. Nuk, pra tregon që atje ka një elektorat të pakënaqur me mënyrën se si ka qenë ajo parti, dhe unë mendoj që kjo është mënyra që ata do t'i japin me këtë endorsement, me këtë mbështetje nga SBA-ja për Vjosa Osmani, do t'i japin rrugën për mandatin e dytë si president. O Kulla, që u ka Trumpi në pushtet, që ose ke vërreti, që në fillimet e veta, fillot të mbështet disa liderë në përbot, ose disa njerëz që pritet të bëheshin lidera. Si për shumë Kanadaja, e mbanë, da ishte pana në sondazhe, banë fitoj kjo tjetëri. Mos ndoshta gjithë kjo madhështi në thonjza e Trumpit dhe gjithë kjo aureolë që ka krijuar ai, krijon xhelozi dhe pikërisht në vend që të ndihmoj njerëzit që i ka afër ideologjikisht, ose që ai mendon që i ka afër ideologjikisht, i çon në humbje.
Kosovë, jo, sepse Kosova është një... Kosova duhet i nuk dikon në Kosovë. Kosova është një vend që ndikimi Amerikan është dominant në politikë të brendshme, sepse ki parasysh se ka një element. De facto, kjo që ndodhë është e gjitha politika e jashme. Qartë. Po gjithë këta aktorë politikën e jashme përdorin për politikë të brendshme. Sigurisht. Se përdorë kush për politikë të jashme. Në fakt, politika e brendshme është vetëm politika e jashme. Kështu që kjo është gjë, domethënë. Në atë tryezë, në atë tavolinë do donin të ishin shumë njerëz, por madje edhe Giorgia Meloni donte të ishte, i bëri dhe telefon Trumpit, tha, po s'më le kushtetuta dhe presidenti, tha. Sepse edhe Italia që është vend i madh antar i G7. Donte Meloni. Do sepse është lider e djathtë, por nuk e lejon kushtetuta dhe kishte frikë Ç'lidhje ka me kushtetutën italiane kjo? në kushtetutën italiane. Bordi i paqes për Gazën, se kuptoj unë. Sepse është një organizatë e re ndërkombëtare, aty vetëm për Gazën nuk flitet. 5 minuta vol për Gazën. Jo, doli ai Kushneri për Po pra doli ai dha shpjegimin çfarë do bëj. Jo shpjegimi, ai nxori dhe hartën, nxori dhe ato, Gaza projektin. është shumë e vogël, po mirë po është shumë Luksoz. Gaza është shumë e vogël, o çan, këtu po flitet për 100 vitet e ardhshme të politikës botërore. Po ti beson vërtet to Po, sigurisht. që humanët mund të bëjnë plane për 100 vitet e ardhshme kulla? Po kështu e kanë bërë gjithmonë. Pse Për 100 vitet e ardhshme? si jetuam 80 vitet e fundit? 80 vitet e fundit jetuam si rezultati i përfundimit të luftës së dytë botërore. Dhe u ndan zonat e influencës. Kështu pa kemi jetuar. Si jetuam 40 vjet në komunizëm. Jetuam në komunizëm sepse gjysmën e Evropës e mori Bashkimi Sovjetik. Varshava, po. Po, si. To ishin kotë të budalliqet që thonin, jo, është këm granitin, buza adriatiku, to ishin mobet e kotë, i këshin Qara, ato janë Reza bushit. tjera dhe po. Pita. Plas sa punën tjetër, Ledio. Tani, më duke se kemë bërë në gabim, Al-Sharaa, mos du tjetë Al-Shaara, se du janë 2 anë në fund? Pyta, o kulla. Al-Sharaa nuk është gjithjetë vese Al-Gjolani, apo jo? Ky me mjekër që ishte tani të Trumpi, ishte të Putini, gjithë dhe i takoj gjithë dynjan. Ky që ka qenë dikur kraj armatosur policisë. Deri para një viti ishte në kërkim të komptar nga 10 milion dolar nga Amerikanët. Njeriu që ndihmua nga Turqia, nga turqit dhe nga... Nga turqit, nga Arabia Saudite, nga Katari. Edhe nga Izraeli, pak më duket, fillim. Po sigurisht. Që të godisin këtë Asadin. Të largonin Iranin. Asadin. Po të largonin Iranin nga kufijin të vetë. Ose të largonin Iranin. Tani atje vlla ka ndryshuar komplet loja kulla. Kurdët që ishin të preferuarit e Amerikanëve, preferuar në thonjë se ku kanë preferuar Amerikanët. Kurdët ishin aleatët e Amerikanëve dhe aleatët e Izraelit. Tani kurdët po shkatron, vlla, po i shkatron ky, po vret njerëz atje, po ikin ata, nuk e sa janë 20 milionë atje lart. 20 milionë është e gjithë Siria, po. Sa janë kurdët vet? Jo, kurdët janë ndarë në 7 shtete, po kurdët e Sirisë janë... Kurdët e Sirisë sa mund të jenë? 5-6 milion. 5-6 milion janë? Po kanë territor shumë atje në veri. 2 milion. 2 milion. Po ka dhe popullsit përzirë kurde arabe. Tani vlla ç'a po ndodh atje? Pse Mir Erdogani dihet. Po pse i braktisi dhe Trumpi këta kurdët, që i kishte aleat? Se i tha, futun i tha në qeveri, tha, në bashkëqeverisje, tha, dhe filloni, se ajo zona aty, e zona më e pasur me naftë. Kjo foto që ashtu, Tom Baraku? Takimi Tom Barakut me kreun e SDF-s, që është Mazlum Abde, që është... SDF-ja që është? SDF-ja janë kurdët pra të Sirisë. Ushtria kurde e Sirisë. Po pra, kurdët e Sirisë. Tani, ndërsa Tom Baraku, kush është për taj se... Dërguari speciali i Amerikës për Sirinë. Bukur. Është Tom Baraku në Siri. Po, Tom Baraku është i dërguari speciali i Trumpit. Ja ti komentojmë pak këto hartat. Shive si ka qenë në medianar, sivi është 23 janar. Pra pas vetëm 4 ditës, shikot hartët si kanë ndryshuar. U fut ushtria... Shikoj Jeshilia që është Al-Shara, që është Al-Gjolani, shikoj se si po e merë gjithë siriane, të verdh. U fut ushtria siriane bashkë me ushtrinë turke dhe po i dëbojnë ande. Ma lexo pak, çdo më thën kjo më valla. Për çfarë e bëjnë? Se kurdët nuk pranuan apo ka ndonjë arsye tjetër kulla? Po sepse kurdët nuk pranuan. Kurdët filluan të luajnë. Kurdët atje duhet ta themi që filluan të luajnë dhe mirë. apo jo? Po kanë jetu gjithmonë atje, filluan të luajnë edhe me Iranin në tavolinë. Kjo gjë është vërtet kjo? Po gjithmonë kurdët me Iranin kanë pas një pjesë e kurdëve kanë qenë aleat me Iranin, se këta kurdët e Sirisë janë aleat me kurdët e Sulejmanijes, që është afër Iranit në Irak. Edhe, ja, ku i ke kurdët? Ja, ky është rajoni kurd. Këta kurdët e Iranit, që janë brenda Iranit, janë kurdët e Irakut të ndarë në 2 pjesë, kurdët e Sulejmanijes dhe kurdët e Erbilit, janë dhe kurdët e Sirisë. Tashi, edhe kurdët e Turqisë. Tashi,
këta kurdët e Sulejmanisë kanë qenë afër qeverisë Iranit dhe aleancë me këta kurdët e Sirisë. Tani, letrat ndryshuan dhe tani... Pra janë 3 palë kurd, le ta themi, kullaj, ta kupton një... Jo, janë 7 palë kurd, shqipe ardhen. Kush janë grupet kryesore? Kurdët e Turqisë. Që jetojnë në? Që jetojnë në Turqi. Po. Por me PKK-ja e famshme. Ata janë me Erdoganin, jo? Tani, një pjesë e tyre, Hakan Fidani për shembull është me origjinë kurde. Është me origjinë kurde, po. Tashi, kryetari PKK-s, Öcalan'i, nga burgu tha, ne do bashkëpunojmë me qeverinë tashi dhe ekziston se pushon se ekzistuari PKK-ja, do kthehemi në forcë. Öcalan'i që është në burg në Turqi. Dhe tha do bashkojmë me qeverinë Erdogan. Tani tha do fillojmë bashkëpunim se ne nuk do ta ndajmë, tha, do bëhemi pjesë e shtetit turk, nuk do ta ndajmë Turqin. Por vazhdon të jetë në burg. Po vazhdon të jetë në burg se ka vrarë njerëz me burg përjetshëm. Të kujtohet atëherë që vajtin nga Rusia në Itali, nga Italia në Greqi, nga Greqia në Kenia dhe në Kenia arrestuan shërbimet turke. Po Erdogani pse nuk e fal tani? Po se ka dhënë gjykata burg përjetshëm, ndoshta edhe mund ta fali, po. Presidenti ka drejt pra. Po ndoshta edhe mund ta fali. Pas kësaj marrëveshje. Pastaj janë kurdët e Sirisë, të cilët ta tani që po shtyhen nga të cilët perëndimi të cilët me perëndimin luftuan ISIS-in, por ndërkohë ishin aleat me Asadin. Asadi ra, bën një bashkëpunim, do bëni një federatë tjetër, por ndërkohë nuk u vun kurrë poshtë qeverisë Al-Sharës. Al-Shara priti këtë rikonfirmimin, pra vizitën në Amerikë, konfirmimin nga europianët, mbështetje nga Sauditët, mbështetje nga Turqia e tjerë, dhe u fut dhe i tha tash çfarë do bëni? Do vini në qeveri apo të viti marrë territorin, çoj ushtrinë dhe në Alepo dhe po ndodh ajo që po ndodh. Pastaj janë kurdët e Erbilit, të cilët janë ata, le të themi, Erbili ku bie? Në veri të Irakut. Atje është bërë një lloj Dubai vetë, dhe kurdët e Erbilit ata bashkëpunojnë mirë me Turqinë, po edhe me qeverinë e Al-Sharës. Edhe por janë autonom në raport me qeverinë e Bagdadit. Këto janë zonat e pasura me naftë në gjitha të teritorit, jemi të qartë që këto... Ka shumë naftë. Po, ty është gjithë nafta. Edhe pastaj janë kurdët e Iranit, të cilët në fakt kanë bashkëpunuar me Izraelin dhe Amerikën, edhe me këto fuqitë e tjera arabe kundër qeverisë e Iranit, dhe ishin në krye të një pjesë e tyre ishin krye të këtyre protestave që ndodhen tani në Iran. Janë ka pak kurd edhe Azerbajxhani në Nakhchivan, në vendin ato esklavë nga vjen presidenti i Azerbajxhanit, dhe ka pak edhe Armenia. Kështu që kurdët janë ndarë në 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 shtete. Shifë të lexoj tani Tom Barakun, këtë dërguarin e Trumpit në Siri, për të kuptuar se si u shitën kurdët, kulla. Ja se shtot Tom Baraku, deklarat e re nga i dërguar i SBA-s në Siri, Tom Barak. Qëllimi, kjo ka ndodhur 4 orë më parë, është e fundit fare. Qëllimi fillestar i SDF-s, pra i ushtrisë kurdëve apo jo? SDF-ja. Qëllimi fillestar i SDF-s, si forca kryesore anti-ISIS në teren, ka skaduar kryesisht. Pas Damasku, tani është i gatshëm dhe i pozicionuar për të marrë përsipër përgjegjësitë e sigurisë, duke përfshirë kontrollin e qendrave dhe kampeve të paraburgimit të ISIS-it. SBA-t nuk kanë interes në pranimin ushtarake afatgjatë, thot. Ato japin përparësim poshtjes së mbetjeve të ISIS-it, mbështetjes pajtimit dhe avancimit të unitetit kombëtar pa mbështetur separatizmin ose federalizmin. Sigurisht, ata mbështesin qeverinë Al-Sharës, se qeveria Al-Sharës mbështetet nga Turqia dhe nga Arabia Saudite edhe nga Katari që janë aleatët e Amerikës. Dhe janë kundër Iranit. Për këtë punë është i kurdët, të cilët deri dje ishin, pra ne themu që tjetër gjë është aleanca, tjetër gjë është partneriteti. Pra, deri dje kur bëj lufta kundër ISIS-it, këta ishin partner, po jo aleat. Aleat është Arabia Saudite, aleat është Katari, aleat është Turqia. Se është kjo si... Këtë nga trojmë ne, për shumë. Me që ne jemi NATO, kujtojmë se jemi aleat me Amerikën. Ne si jemi aleat me Amerikën. Ne nga ka fut në partneritet, po që ti është aleat, duhet të kesh letrat që shpenzosh, o duhet të kesh armë, o duhet të kesh para, o duhet të kesh... Se ka indryshim vërë. Po me druzët dhe me Golanin e Izraelit, si do veprojnë? Jo, s'ka gjë, ty është fut ushtria izraelite në lartësit Golan, për të mbrojtur druzët. Druzët janë gjithmonë një popullsi që kanë jetuar dhe jeton në lartësi. Druzët s'ka lidhje me kurdët? Jo. Druzët janë kufi me Izraelin, janë afër Damaskut,
Po, për këtë punë do vendosen 1000 forca amerikane në Damask, tek aeroporti ushtarak i Damaskut, në mënyrë që të garantoj edhe qeverinë e Al-Sharës, edhe kurdët edhe izraelitët, në mënyrë që mos ketë luftë atje. Kur isha unë para 3 muajsh, pikërisht atje diskutoj që mund të kishte luftë, po pati disa javë përplasje, po u qetësuar. Jam kurios ta di. Sepse vetë Al-Shara është nga Golani, prandaj quhet Al-Gjolani, sepse është nga Golani, se Gjolan quhet lartësitë Golan. Po pra, okull jam kurios ta di. Izraeli, vëlla. Cila është qasja e Izraelit tani në këtë konflikt, në raport me gjithë ta gojim, se këta janë të gjithë gojim për Izraelit, ne jemi të gjithë gojim për Izraelit. Me cilët gojim është Izraeli në këto momente? Është me Al-Gjarën, është me kurdët që po lufton në Al-Gjara, është me Erdoganin. Shiko, cili është raporti Izraeli ka qenë historikisht ka përkrahur kurdët, po kurdët që luftojnë kundër Iranit. Kështu që në këtë moment ata janë me Al-Sharën. Janë thoti me Al-Sharën. Për sa kohë Al-Shara është me Amerikanët. Nëse Al-Shara ndryshon, ata bëhen kundër. Domethënë, për Izraelin është më rëndësi që të mos i vinë te kufiri vet. Kjo është e gjitha. E kuptova. Siria, kulla, është vendi ku janë të gjitha, apo jo? Sigurisht. Është vendi ku flitet aramaishtja, gjuha e Krishtit. Në Siri? Dhe shkruhet akoma. Po, në Hama dhe në Homs, ato zonat e bukura që kanë. O, gjuha e Krishtit? Po, aramaishtja. Se çdo thuash më të që edhe atje ka qenë tokë e brendshme. Jo, pa, ty është toka e brendshme. Gjithë toka e shenjtë aty është. Po pse sollën këtu në det tani Izraeli? Pse vendos të japin atë copë tokë atje? Ku? Izraelit sollën. Po si kjo është si rrjedhoje e luftës dytë botërore dhe 48-s o çan. Tashi tokat e shenjta dihet ku janë në Sham, është Siria, vendi i tokave të shenjta, edhe vajtja që ka qenë ecja nga Damasku deri në Jeruzalem dhe nga Jeruzalemi deri në Damask. Për krishterët rruga e Damaskut personifikon atë. Kështu që dihet aty ka qenë gjithmonë. Damasku ka qenë qendra e botës për 1000 vjet. Këto territore që shef ti, për shembull Tel Avivi, po ka qenë shkretir, këto janë territore kot. Gaza, për shembull, ka qenë shkretir, këto vinë më vonë, këto janë 100 vjeçarin e fundit. Por realisht, për shembull, kur të flasësh me... Ti thua qendra e botës sigur ka qenë diku ku është sot Iraku, Siria, po më patjetër. Po Irani hyn te kjo? Edhe Irani, po shiko, kultura e botës nga ajo zonë vjen. Se mua këta më vdesin kur thonë Krishti ishte bjond me sy blu, kupton? Ata janë gjithë një rast. Edhe është e bukur shumë se edhe izraelitët, dhe sirianët, dhe libanezët, madje deri diku edhe një pjesë e irakenëve janë shumë ngjashëm me njëri tjetrin, po dhe në karakter. Por nuk ka lidhje fare me këta arabët për shembull të Gjirit. Ta janë njerëz që vinë nga shtëpia. Siç nuk ka lidhje me këta hebrejnë që vinë për shembull nga Evropa ose që vinë nga Rusia ndaj, kupton? Por kulla e interesante është që e gjitha kjo, ne nuk do flisim gjithën për gjithën këtë, nëse do mungonte një kriteri vetëm që është nafta dhe gazi në këto vende apo jo kulla. Po s'ka Izraeli naftë. Do shta nafta. Jo Izraeli, flas tani për Sirinë, nuk theva prapë këtu te Siria. Siria nuk ka naftë, ka naftë atë në veri. Po pra, në veri, në veri ka naftë, atje ku janë kurdët. Po. Deri tani atë naftë kush e shfrytëzonte? Deri tani këta kurdët e merrin dhe shisin kështu privatisht. Dikur e merr Asadi. Kurdët, mbase s'kishin mundësi vetë, cilat kompani ishin atje? Ka pas kompani amerikane atje? Po shkonin kompani amerikane, ka pas shumë kontraband, kalon dhe nafta kontraband në për Turqi e shitin në për botë. Pyta, i dhe në Shqipëria e naftë, kulla? Ka arë një moment saktuar. Pse një moment saktuar, tani zjenë më? Ta shi nuk vjenë se ka ndryshu gjërat. Se ndryshon gjërat, ka arë një moment saktuar, ka arë. Se më kujtove një vizit time në parë 2010 me dikën nga këta naftës në pikërisht në Alepo kemi qenë. Po dhe a them kështu privatishme. Me një mikun tim kështu. Edhe? Jo pikërisht për duke... Po nga cina rrugë vinte nafta ante kontraband në Shqipëri? Nga kalon? Shkonte në Turqi, nga Turqia vinte. Dakord. Nga portet Turqia importojnë. Qiko, porti i Mersinit... Që bie në? Që bie sa kalon Sirin dhe bie në Turqi. Ka qenë porti kryesor i zhvilluar gjithë të 15 vitet e fundit të kohës pranverës arabe. Mersin quhet? Po. Se kësha dëgjuar ndonjëherë të porti? Porti i Mersinit, aty kalonte heroina nga Irani për në Evropë, aty vinte kokaina nga Venezuela e Kolumbia për në Evropë, aty shkonte nafta, aty, po porti i Mersinit.
Porti Mersinit është nga cila anë, nga anë e kujt deti është? Deti Mesdhemër në fund. Kalon Antaljan, kalon Alanin dhe është porti Mersinit dhe është afër Libanit, Sirisë edhe këtyre tjera. Dhe vazhdon akoma të jetë një port i rëndësishëm ky? Port shumë i rëndësishëm, sepse ki parasysh që gjithë ajo pjesë aty e Mesdheut Jugor është pjesa më e pasur me naftë dhe gaz. E gjithë Mesdheut Jugor. Aty ku është Greqia, pse përplaset Greqia me se realisht i shujt grek janë deri afër Libanit, e kupton? Pse është e rëndësishëm për shembull Qipro për palët. Se Qipro është përballë Libanit dhe përballë Sirisë, 20 minuta me avion është. Domethënë, ki parasysh që bota është kaq shumë parimore, sa që në njëjtën kohë që flet për të ruajtur interesat e krishterë, interesat e besimit islam e tjerë, në njëjtën kohë flet edhe për çmimin e naftës të gazit. Para se të falenderoj që më erdhe sot dhe folëm dhe u kënaqëm me këtë fotografi që i bën botës në këtë 60 minutë. Isha para ca ditësh me mikun tim saudit, edhe po flisja për këtë gjë, edhe i thashun, pse nuk hyri ai atje në Iran, tha, ore, tha, para se të hyri ai diku, tha, duhet merret vesh me ne, tha, se po na ra çmimi naftës, tha, me çfarë do e blim borxhin e jashtëm Amerikës, duhet na rrit çmimi naftës lart, se po ra, çfarë do bëjmë? Si duhet merret vesh me ne? Pse, qa vendos? Ja u morën veç. Po ja ra regjimi qanë, edhe u hoqin sankcionet. Ku do shkoj gjithë nafta iraniane? Do dalin treg. Po të shkoj, doli nafta iraniane në treg, do rritet sasia OPEC-u, do bje çmimi. Do të rrit çmimi lart. Kështu që Saudi Rusia pse ka 4 vjet që bën luftë, që të vazhdon të mbajë çmimet e lëndëve të para, se ekonomia ruse është e vogël, por është e bazuar te lëndët e para. Nëse ka luftë, nafta, gazi, drithërat, mineralet të tjerë, do rrinë gjitha këtu lartë, me që të kështë përpytje i për që është rritë çmimi florit. Sepse në këtë moment që ka kështu totalisht jo stabilitet, ata që kanë para investojnë në flori edhe në minerale, ku edhe në gurë çmuar, ku arrin të ruajnë vlerën e para si kanë, se ndryshe zhvlerësohet. Imagjinoti nga fillimi i luftës në Ukrainë, euro është vlerësuar diku te 30-35%. Sepse euro lindi për të tregtuar me arabët dhe me rusët. Momenti që s'tregton më me arabët dhe me rusët, euro është vetëm këtu brenda hapësirës europiane. Po nuk besoj se kjo është arsye pse ka rënë euro këtu në Shqipëri. Deri diku është edhe kjo arsye, sepse ka rënë kudo. Deri diku në Shqipëri ka edhe element tjerë, po deri diku është edhe kjo. Element fisnik shumë në Shqipëri që bie euro. Edhe në botë fisnik. Dëgjoj, Gulla. Kjo fisnikëri na bança. Para se të përcjell të lë të lirë. Po. Do kemë përpyetje njerëzit. Do kemë përpyetje njerëzit. Linkun për të futur në Totus. Dhe ndërkohë që më niset linku për Totus, Gulla, pyetja ime fundi do më duhet vetëm 60 sekonda, se më ka ardhur Sebastiani edhe Enri. Do më duhet vetëm 60 sekonda përgjigja jote. Zoti Ramsi IV, kryeministri i Shqipërisë prej 13 vitesh tashmë, deklaroi dje përveç tjerave nga parlamenti, në një fjalim ku zëri i tij ishte holluar goxha, në përgjithësi ai ka zërin e trash, po dhe nuk e di pse e dilte i holl. Me një lloj stresi, me lloj stresi, duke sikur kishte shtrëngonte shumë këmisha dhe kishte vesh këmishë të ngushtë edhe ajo kollare me lule. Është ndoshur prandaj. Nuk e di, është ndoshur, Tha që pas një jave, tha, do ju flas nga Kneseti. Jo, Kneseti është... Ai tha dje. Të hënën, po do jetë të hënën në parlamentin e Izraelit, sepse... Kështu tha i pas një jave. Po pra, po të hënën do jetë atje, se do jenë disa liderë. Do shkojë kjo në Kneset, se kështu tha, do jemi ftuar, tha, më falë, do jemi ftuar të mbaj fjalim para deputetëve të Knesetit. Po shumë mirë, të ashtu, po me thënë, para 6 vjetësh ka qenë, ishte koha para se të fillonte pandemia, si kjo kohë ka qenë, sepse janë këto eventet që bëjmë për holokaustin ata, atëherë ishim mbledhur gjithë liderët e botës, ka qenë presidenti Meta në vizitë, ishte me kryetarin e parlamentit, me presidentin, me kryeministrin, me këtë Bibi Netanyahu më dje. Si vjetë shkon kryeministri, është ky, me sa duket do mbaj një përshëndetje në Kneset në parlamentin e Izraelit, gjë shumë e mirë për Shqipërinë edhe tregon ato marrëdhëniet historike të forta. Politikisht si përkthehet kjo? Shumë mirë për Shqipërinë. Por për atë vetë është mirë, por leje për Shqipërinë. Po mirë është ai kryeministri, ç'do ketë? S'ka problem apo jo? Kjo vetëm e ngro, takimi me Ivankën. Këto janë histori tjera, se atje në Izrael vërtet ai është ashtu, por prokuroria i ka shkuar 5 herë zyrë deri tash kryeministrit në Izrael, nuk është i ka shkuar në shtëpi edhe gjatë luftës, kujtohet ty, nuk se Izraeli është shtet demokratik, shtet funksional. Qartë.
Prandaj po them pra. Po mirë, po s'ka lidhje, mos kujtoti si do marri në ata në telefon shpakun, në thonë mos vazhdoni jetimet. Po jo, s'ka lidhje. Po s'funksionon kështu që botë ka Më kod pyeta. ka tjera funksione. Pyeta për një shok, s'pyeta për veten time. Po mirë, unë e di që është një e vjetër. Kulla, shumë pyetje për ty. Po, Ne do përdor vetëm disa. se më pyesin dhe Vetë zotri Kullën, zotri Kullën, vete, jo pyetje, o plak. më thot i shok nga Amerika. Mora se më çmend vetëm më ndërpret më Ja bëre pasaportën siriane Çanit. Se ta kam thënë që thash dy ditë do marr pasaportë siriane. Po. Çfarë perle. Ë, sa bukur. Ua, pse ma bën dot Kulla? Po, ti themi Alçarës. Pse njeh ti Alshanën? Kemi shok përbashkët. Zërbe, Po. përbashkët me kë? Me Alçarën, po. Jo, ku thua shok përbashkët, ç'do më thënë? Unë dhe i kemi shok përbashkët. Jo se njihesh direkt. Ë, Ja vlen ta marrësh pasaportë siriane po Kulla? pse jo? Vallai do ishte interesante. Shumë interesante. Po çfarë hyn në punë pasaportë siriane? Po ti për shembull që je me qytetërimin e vjetër e Elen, nga aty e ka origjinën. Dhe përveç tjerave, nëse dua një ditë hyj biznesit naftës, Mundesh, po. Turqi. Po. Po. Dgjoj Kulla. Vete zotri Kullën më thot, vete. Çfarë perle pyete domethënë. Kosova. A do bëhet Kosova e Shqipëria ndonjëherë shtet amerikan thot, ky është brillant fare i bie shkurt. Shtet amerikan që do ndahet nga Europa se veç sherin ja kam pa Europës si popull shqiptar thot. Për momentin projektin e kemi me Evropën, se çdo bëhet rrugës të shohim. Thua për momenti, po sultani i Shqipërisë Ramsi IV deklaroi pak ditë më parë, po ta vëshre iku ajo retorika, nuk thot më tani 2030 në BE, 2030 në BE. Peça tha, jemi të paintegrueshëm për momentin në këto gjëra, 1 2 3 4. Filloi ndrohet narrativa, sa i spier dhe ish papaxhi. Normal. Do shohësh papaxhiun tani. I një rreshtët. Do shohësh papaxhiun tani vëlla. Papaxhiu është prestigiatori më i madh i botës, ë. I vjetër shumë, do të ketë që nga antikiteti ajo lojë. Papaxhiu, kulla shivishi. I Zoti. Edhe o papas, e gjë papas. Do papas, e gjë papas. Pujno papas, vreso papas. E hapa jo, zonja, shket ka edhe lekët. Hase madam, hasat e madam. Humbe zonjë, iku. Kjo ishte loja. Gje derin, gje derin. Εδώ το αθώο και τίμιο παιχνίδι. Φετ βοζέ, μαντάμ εμεσιέρ. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Πού είναι ο παπάς, εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς. Πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε. Εδώ είναι ο παπάς. Χάσατε μαντάμ. Μάζευε Θανάση. Kjo ishte loja. Dhe i thotë në moment para se të hapi ajo i të humbasi, që humbet sigurisht, sepse atje asnjë nuk fiton, fiton vetëm ai. I thotë ky shumë po hidhni, shumë do merrni. Më kupton, pra hidhni sa më shumë, do merrni sa më shumë. Ramsi ka 13 vjet vëlla që bën këtë lojë dhe ne na u desh 13 vjet mua të paktën ta kuptoj akulla. Që është papaxhi. Papaxhi niveleve të larta. Edhe o papas, e kjo papas, edhe o papas, e kjo papas, pujno papas, breso papas. I thot ai. Hasat e madam, humbe zonjë, paf tjetra. 13 vjet kulla, është një perl. E pe si tha dje? Se pas, se isha... Nuk e pe. Dje në parlament, më rëgur. Këta që rinin këshu, këta të... Këta që digjonin. Se mos atë vetët. Pse ti mendon se ata të vetët... Jo, bile kishin zirë dhe lapën, e një moment. Kanë drejt mendojnë, Edhe di, digjon, e di që tha? E di që tha? Qa tha? Tha... Interesant, pas ka qenë. Tha... Se sigurishta, dhe drejtoj e këshu, dhe trupin këshu. Sigurishta, i ditë dhe zëri hallë. Nuk ishte më zë trash dje, që di. Sigurishta, se kisha autorizim, tha, la të kuptoj, më kështë e thënë, tha i, babaj i Ivankës, ri me vajzën. Po, se s'kishte me këta lindë. Papagji, papar, mërgulla. Plakatorist. Plakatoristi niveleve të larta. Dhe bukura është që ka ndërkohë një tuf kamikazësh mediatik që e marrin këtë, edhe e ngrën kështu. Se ti ke halë sa i e rëzojnë këtu, pa i halën e ka tjetër kurse për këtu e... Po, në qofë se nuk e rëzojnë këtu o gulla, harrojtja ta rëzojnë nga tjetër kundë, gulla. Po tani më falë... Harroj, gulla. Se as nuk pjerë njeri fare për një hale si që është ky vend, gulla. Tani digjo, gulla. Qani pite po kullë, Rama ishte në darkë me Ivankën. Po kulla me kë ishte? Sekret.
Ore Kulla, së të pyeta më burë. Nëse marrë rogën në shtetë. Kulla, një tjetër pajtimi thot, si ka mundësi që nuk uftua në bordin e paqes Marizi dhe Maqedonia e Veriut? Në fakt, kjo është pyetje që mendova dhe unë disa herë, Kulla. Si ka mundësi? Do ta pyes Kristiani. Se ti ke edhe mik të kryeministrin e Maqedonisë Po, Veriut. ta pyes Kristiani. Mickovski, si e Po, ka? Mickovski, Kristiani. Mickovski. Çudi e madhe. Ta pyes. Çani pyetova Kullën, a duhet bashkëpunoj tani PD me Sorosin sepse e ka jetike. Momenti është sepse i gjati është afruar me Bjondin. Po, jo. Këto janë budalliqe të gjitha. I ka mirë i gjati me të dy. Të dyja para, se Papagji, mos harroni, Papagji. Tash Hasë dhe madam. se si kanë nuk e dim, po Tani- stati dhe PD duhet të çoh punët e veta. Mund ta shpjegoj Kulla gjunë e trupit mes presidentit Trump dhe presidentes Osmani, thot, dhe çfarë qëndron, çfarë mendon vetë ai për këtë afërsi? Ta dhash para shpjegimin, po i dha endorsement, i dha mbështetje për një mandat dytë si president. Në rast se një rend i ri botror do të formësohej sipas qasjes Trump, cilat do të ishin pasojat konkrete për vendet e vogla si Shqipëria dhe Ballkani. E tham atë, po duhet dëgjosh emisionin plak. Vendosen rresht. Në rresht, jo se tani s'kemi qenë ore. Po të jetë rresht me i rept. Po rregull. A krijoi Trump bordin e paqes për vete pasi të dorëzon presidencën amerikane që të ketë pak pushtet, se ai mund të jetë dhe pasi nëse momenti do iki 2000 kur i bie, 2000 kur mbaron Trumpi 2029-ën, 28-ën. Mund të jetë kryetari i bordit të paqes? Po sigurisht do jetë kryetari i bordit të paqes, po Trumpi nuk se ka hallë se çfarë do bëj, se ke parasysh që është aq i pasur e aq i impenjuar sa. Trumpi ka 40 vjet që fluturon me avionin që shkuar Trump, kështu që nuk është Po. ka. Dhe po lexoj një të fundit Kulla, Andon Hidersha. Thot, duke parë bordin e paqes të Trumpit, kontaktet e drejtpërdrejta me Putinin dhe faktin që Moska vazhdon presionin ushtarak pa frikë nga SBA-ja, a jemi përballë një pazari të heshtur SBA-Rusi ku lufta menaxhohet për interes strategjik ndërsa Ukraina dhe Europa përdoren si monedë shkëmbimi? Nuk kemi, ata kanë bërë një marrëveshje të madhe në Alaskë, ishte publike marrëveshja, se kemi ai interesin kryesor Shkurt fare. Amerika e Trumpit e ka të prishi BRICS-in dhe t'i përçajë me njëri tjetrin, duke marrë normal. Dhe e fundi për Kullën, Gerald Manjani, thot, përshëndetje Xhani, pyete pa Kullën, pse Ramsi 4 nuk shkojnë në Davos? Se di, se unë isha në udhtim, nuk e di pse. Thonë që s'ka pasur ftesë. Dhe më thënë, s'ka pas ftesë të hynte te klubi i rëndësishëm, ose. Kështu ftesa për të hyrë në to, o jë e tjera atje mund të shkosh, problemi është që... Jo me pagesë shkohet atje. Dhe me pagesë shkohet. Po. Kishte nga Shqipëria, kishte goxha njerëz.